Првиот заменик премиер Беким Сали во Клик Плюс изјави дека во четврток ќе биде донесен финален драфт со кој правосудниот испит ќе може да се полага на албански јазик. Сали вети решение во текот на неделата, пошто ќе се одлучи дали предлогот ќе биде испратен до Венецијанската комисија. Бренда kësaj jave, unë besoj ditën e enjte do duhet të sjellet një draft final, një zgjidhje finale me të cilën edhe do të vendoset se modeli i dhënë si zgjidhje a ka nevojë të shkojë në Komisionin e Venecias, është shumë irelevante, a do të kalon edhe një muaj plus në Komisionin e Venecias, apo do të miratohet dhe do të kalojë në implementim. Сали најави решение и за другите испити, нагласувајќи дека се работи на изнаоѓање трајно решение. Kjo temë tash ka tërheqë edhe një temë tjetër. Sa certifikata duhet të jepen në dy gjuhësi, në gjuhën shqipe, provimi të jepet, domethënë format se si jepen, te kush jepen, te odat ekonomike, te oda e mjekëve, e avokatëve, përmbaruesve, e kontabilistëve, kështu me radhë. E kemi mapuar, bëhet fjalë për dikun mbi 40. Të gjithë do të kenë zgjidhje? Një nga një do shkohet apo? Ne mundohemi që të gjitha t'i mbulojmë dhe njëherë përgjithmonë ta mbyllim këtë temë. Заменик премиерот Сали информираше дека не станува збор за нов закон за правосудниот испит, туку за измени во постојниот закон. Инаку по ова прашање, студентите по право 2 пати протестираа пред Министерството за правда во Скопје.